Të shoh zgjuar diçka në lidhje që kam qenë në emisioni i ftuar te Ronaldo Sharka. I kërkoj shumë falje publike Loredana Bratit. Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish të ditën e sotme në kanalin Monitor TV për të ardhur pranë jush me ngjarjet më të fundit dhe më dinamike. Është një djalë i cili është bërë pjesë e intervistave në televizionin Top Channel, konkretisht në Top Albania Radio me Ronaldo Sharkën, duke folur për emocionet e tij të ndërtuara në mënyrë virtuale, le ta themi, drejt Loredana Bratit. Në fillim dukeshte sikur një fans i cili po e përndjek edhe dëshiron thjesht një fotografi me të, por në anën tjetër rezultoi që djali në fjalë nuk është fansi, por është personazhi që është në gjendje të jep edhe shpirtin e tij për Loredana Bratin. Intervista u fokusua pafund nga Ronaldo Sharka, teksa djali në fjalë fliste për ndjesinë e tij, fliste për emocionin e tij, fliste për ato mizat brenda trupit apo ato fluturat që janë krijuar në raport me ndjesinë dhe dashurinë për Loredana Bratin. Por kjo gjë, siç duket, e ka shqetësuar pafund të Loredanën dhe Loredana e quan veten e saj një tabel apo një mundësi përqitje nga ana e televizioneve dhe ana e portaleve. Loredana ka reaguar pas kësaj interviste, një intervistë që në fakt ka marrë shikueshmëri shumë të madhe, duke treguar edhe qëndrimin e saj. Loredana thot kështu: "Është hera e dytë që tentohet të njolloset emri dhe morali im padrejtësisht. Dhe kjo situatë ka filluar të më lodh pafund." Do të thënë, hera e parë kur bëi fjalë për përputhen dhe hera e dytë tashmë në emisionin e Top Albania Radio nga Ronaldo. "Nuk do të doja kur të isha e detyruar të merresha me këto çështje, por këtë herë nuk më mbetet zgjidhje tjetër veç se të publikoj bisedat dhe provat përkatëse." Me djali në fjalë, pasi që djali foli për Loredanën, edhe do me thënë e nxori sikur Loredana është e afrueshme, është e lumtur dhe e dashur shumë me të. "Mjaft është mjaft. Jam njeri dhe mbi të gjitha jam vajzë me vlera, me integritet dhe me dinjitet. Nuk do të lejoj askënd të përpiqet të njollos emrin dhe mbiemrin tim. Nuk do të doja të arrinte, thot Loredana deri këtu, por ajo që ndodhi sot në një media kombëtare e kaloi çdo kufi. Tani është koha të mbroj veten me fakte." Do të thënë, sipas Loredanës, Loredana njëherë gjykon ashpër televizionin Top Channel, duke mos e folur se kush televizion është, gjykon ashpër në këtë rast edhe Ronaldon, sepse sipas Loredanës si duket një lloj provokimi kjo puna e Ronaldos dhe diçka e paimagjinueshme, dhe në anën tjetër është e shokuar se si përdoret emri i saj dhe çfarë përflitet në fakt në emrin e saj. Loredana ka nxjerrur një screenshot me djalin në fjalë David Dano, që Loredana i bie që ka shkruar me këtë djalë në Instagram, dhe screenshoti është i postuar prej në momentin ku Davidi i thot: "Ti doje ta mbroja atë video, unë se bëra pa të keq." Do me thënë, e ke pa të keq këtë gjë. Loredana i thot: "Jo, unë dua të mbroj të vërtetën. Unë as të njihja edhe as nuk të njoh", i thot Loredana Brati. Do me thënë, Loredana këtë e quan një takim me këtë djalin që ka ndodh spontanisht, do me thënë është fan si saj dhe që është dridhur në momentin kur e ka takuar Loredanën, ndërsa djali në fjalë ja kthen përsëri mesazhin: "Kur të pash atë ditë, më dukej sikur të njihja prej kohësh, sepse të kam ndjek çdo hap. Edhe të më njohësh mua do t'japësh të drejtë, jemi të dy që e shijojmë jetën dhe i themi gjërat hapur. Kjo është e përbashkëta jon sepse s'të kam ndjekur kot." Do me thënë, i thot Loredanës. Më pas Loredana nuk ja kthen dhe djali i fillon, thot: "O të dua se kupton të kam ndjek çdo ditë, çdo natë kam qesh me shakat e tua, jam mërzit kur ti mërziteshe dhe nuk e meritoj këtë nga ty."
Do me thënë djali në fjalë, i bie që ka krijuar një raport të afërt shpirtëror me Loredanën, edhe pse nuk ka asnjë gjë tani duke besuar në energjit, unë mendoj që ka njerëz të cilët edhe pa u takuar, edhe pa krijuar asnjë lloj emocioni, po domethënë duke patur këtë kontaktin, do ta them kontaktin e lës, sepse atë gjysmë trekëndshin, sepse nuk është bërë trekëndshi i plot. Djali në fjalë mund të ketë krijuar një lloj emocioni, mund të ketë krijuar një lloj pasioni që e çon në mendime të ndryshme. Por nuk ndalon situata këtu. Me datën 30 shtator, Loredana i shkruan mikes së saj për t'i treguar se djali i ngjarjes në Vlorë ishte një fans i cili erdhi të më takonte i emocionuar te eventi i Aperolit. Dhe Loredana i thot, ky është një fans i imi, ka ardhur një herë në Vlorë, të më takonte dhe i dridhe i dora, ishte shumë i emocionuar që bënte foto me mua. Do të thënë, Loredana këtë gjën e ka marrë sikur është një njeri thjesht një fans, me gjithë respektin për David, unë nuk dua në asnjë mënyrë do të thënë të bëj atë që të ndjet keq, përkundrazi, në këtë mes djali në fjalë ka të drejtën të shprehen të gjitha emocionet, të gjitha pasionet për Loredana Bratin, por në anën tjetër edhe Loredana ka të drejtën të neglizhon këtë situatë. Tani, ndoshta djali mund të ketë patur edhe një prapavit tjetër që mund ta ketë përdorur këtë situatën për klikime, për interesat e vet, por që është një situatë shqetësuese, është tepër shqetësuese. Tani Loredana vazhdon. Kjo është hera e fundit thot që unë toleroj një situatë të tillë. Nëse emri im lakohet sërish në mënyra të ngjashme, përgjigjja ime e vetme do t'u drejtohet autoriteteve përkatëse. Për mua mirënjohja ka qenë gjithmonë një parim jetësor, ndaj kam qenë gjithmonë e sjellshme dhe e respektuese me njerëzit që më kanë mbështetur, thot. Por ngjarjet e fundit më detyrojnë të ndryshoj qëndrim gjithmonë. Është e padrejtë kur njerëzit tentojnë të prishin imazhin e dikujt si Loredana Brati, thot Xheneta Fetau, një vajzë pozitive, e thjeshtë dhe pa asnjë qëllim negativ, thot. Ajo gjithmonë ka treguar respekt për fansat e saj dhe është gënjyese kur dikush përpiqet të marrë vëmendje duke keq interpretuar. Një moment respekti si diçka tjetër, mos harroni, energjia e mirë s'ka nevojë për zhurmë. Do me thënë këtë që ka thënë Xheneta, po jap mendimin dhe unë, ndoshta është e vetmja mënyrë e djalit i cili mund ta përdor këtë gjën për të qenë në qendër të vëmendjes, sepse do me thënë arriti ta bën këtë gjën dhe i lumt, do me thënë është një mekanizëm interesante, por nëse hedhim sy, do bëj një kontroll tani në qoftë se djali në fjalë, do me thënë siç Loredana ka postuar fotografit, është aktiv apo ka një profil të hapur në rrjetin social Instagram, do bëj një kontroll teksa jam këtu me ju, do me thënë, dhe të shohim në qoftë se djali ka reaguar për rastin në fjalë, do doja shumë të shikoja një profil. Do me thënë djali e pas ka profilin e hapur, nuk ka do me thënë diçka të reaguar, ka nxjerrë thjesht një video të cilën do dëshiroj ta dëgjoni të gjithë të djalit në fjalë, ja. Mirë, më desha të sjella diçka në lidhje që kam qenë në emisioni i ftuar te Ronaldo Sharka. I kërkoj shumë falje publike Loredana Bratit, pasi lash vend për keq interpretim, edhe unë jam një fan i saj asgjë më shumë. Kam bërë një foto edhe për sa i përket asaj puthjes, as ka qenë ndjenjë fare që do ndodhte. Jam emocionuar në ato momente, edhe biles kemi debatuar. Unë i thash u emocionova. Kjo ishte e gjitha, unë jam një fan i Loredanës dhe i kërkoj shumë falje për të gjitha shqetësimet që i kam sjellë. Ky është reagimi i djalit në fjalë, i cili tashmë publikisht i kërkon falje Loredana Bratit për shqetësimet. Unë shpresoj që nuk ka asnjë gjë të keqe, djali ka të drejtën të krijojë ndjesi, ka të drejtën të krijojë emocion si fans gjithmonë, por ndoshta mënyra se si djali në fjalë David e ka përshkruar ngjarjen është keq interpretuar. Do me thënë, djali ka kërkuar falje, Loredana ka reaguar, nuk ka asnjë gjë në këtë mes, do me thënë është një sqarim i bukur, të gjitha mendësimet që ne mund të bëjmë dhe gjithçka do me thënë ka përfunduar këtu. Ne do të takohemi sërish së bashku, vazhdoni me subscribe në kanalin tonë.